Welcome to QR Pod. Të gjitha kombet kanë himnet e veta, por kjo këngë nuk është njëri prej tyre. Ai është himni i alfabetit të gjuhës shqipe. Teksti mban firmën e misionares së arsimit tonë kombëtar, Parashqevi Qiriazi. Ajo është gruaja e vetme në Kongresin e Manastirit, përfaqësuese e shkollës së Vashave, që kishte mbijetuar prej 17 viteve, pa e ndërprer veprimtarinë mësimore. Pas shuarjes së lidhjes shqiptare të Prizrenit, lëvizja kombëtare shqiptare, nga një lëvizje kryengritëse dhe politike, kalon në një lëvizje kulturore me pretendime për përhapjen e arsimit dhe kulturës kombëtare. Dhe si rezultat i këtyre përpjekjeve, hapet shkolla e parë në gjuhën shqipe në Kors me 7 mars të vitit 1887, për të pasuar pastaj nga hapja e shkollës së Vashave në vitin 1891 nga Sevasti Qiriazi, vëllai i saj Gjerasimi, me përkrajet e plot, pastaj edhe nga Kristo Dako, Parashqevi Qiriazi dhe intelektual dhe mësues të tjerë të kohës. Këto ishin vërtet rrethana të vështira, sepse perandoria osmane kishte shtrirë pushtetin e saj gjithandej dhe nuk lejonte funksionimin e shkollave kombëtare në gjuhën shqipe, me gjithë vështirësitë dhe sakrificat dhe me gjithë problemet që kishin në terren, u arrit që të hapej shkolla e parë e Vashave, e cila pati një kontribut jashtëzakonshëm në vazhdimsi, sepse shumë vajza jo vetëm nga rreth i Korçës dhe krajinat për rreth, por edhe nga vendet e tjera, domethënë të gjeografisë shqiptare, arritën që të merrin mësime dhe të shkolloheshin. Këto ishin 2 gra të ralla, të mençura, të cilat fatmirësisht dhe me mbështetjen e vëllezërve të tyre, studiuan në një prej kolegjeve më të mira të kohës në Stamboll. 2 gra shqiptare të vetme, që jo vetëm që mësuan shqipen si duhet, dhe që sipas kujtimeve të Sevastis ishin vëllezërit Frashëri, ishte Naim Frashëri, Abdyl Frashëri, por ky fundit, i cili ishte edhe si përfaqësues i Ministrisë të Arsimit në ditën kur Sevastia u diplomua, sepse Parashqevia shkoi në kolegj më vonë se Sevastia, i kërkon kësaj të kontribuojë tashmë për civilizimin e femrës shqiptare. Dhe ku kishte më shumë se hapja një shkolle në gjuhën shqipe për të kontribuar në civilizimin e femrës shqiptare. Po, çfarë ishte shkolla e Vashave? Parashqevi Qiriazi shkruan: për nga tipi, ajo është një shkollë e dytë, me një shkollim në 4 vite, dhe së bashku me të, i shtohet një shkollë elementare si aneks që zgjat 5 vjet. Ideja për një shkollë të Vashave, edhe kjo është më e hershme, që kurse Naim Frashëri i ndaun më 2 librat shkollor, e këndimit të çunave mësonjtoria dhe e këndimit të Vashave mësonjtoria. E kishte menduar që në Shqipëri nuk kishte ende kushte që shkollat ishin pa dallim gjinor. Hapi i parë nuk mund të hidhej përveç se duke krijuar një shkollë vetëm për Vashat. Dhe këtë hap, që ishte ide iluministe, ishte ide romantike që prej Naim Frashërit, e realizoi Sevasti Qiriazi. E filloi me 3. Brenda vitit e mbylli me 27 nxënëse, të cilat i quan shembullore, i quan engjëj. Ka qenë një akt që shënon nyje në historinë e arsimit në Shqipëri. Nuk ka se si të bëhet një histori e shkollave shqipe pa veçuar rolin e shkollës së Vashave të Sevasti Qiriazit. Korçës i kishte dalë emri si qyteti ku ndodhej e vetmja shkollë shqipe në jug të vendit. Kur hyra në shkollën e vajzave, kujtova se isha kthyer në Europë, do të shkruante Edi Durham. Në programet shkollore, si në Korçë, ashtu edhe në Institutin Kirias, bie në sy vëmendja që i kushtohej mësimit të gjuhëve të huaja, si italisht, frëngjisht, anglisht e të tjerë.
Sa po Gjerasimi me Sevastin apën shkollën e Vashave në Korçë, patë dhe një mbështetje të elitës qytetare, kryesisht të këtyre që vinte nga emigracioni, pavarësisht përpjekjeve të mëdha të drejtuesve lokal të perandorisë osmane, të cilët i bën impresione si pjesës muslimane të qytetit që mos i dërgonin vajzat e tyre të studionin në kolegjin e Vashave të Qiriazve, por edhe pjesës ortodokse të qytetit dhe sidomos drejtuesit kishtar, të cilët edhe i detyronin familjet korçare që të mos i arsimonin femrat e tyre, të mos i nxirrin nga shtëpia dhe të mos i arsimonin në gjuhë shqipe. Nëse do të shohësh atë çfarë shkruan të shtypi kohës, do të thotë që numri i Vashave shqiptare, i grave që shkonin mësonin këndim, shkonin mësonin historinë e Shqipërisë, kurikula pothuajse ishte sollën eksperiencën më të mirë europiane dhe amerikane në shkollë, kishte rreth 18 lëndë, po vendin kryesor e zinte fatmirësisht gjuha shqipe dhe historia, pjesë e identitetit kombëtar. Instituti Femëror Qiriazi pati miq të shumt, të cilët e mbështetën në realizimin e programit të tij arsimor kombëtar. Miku më i madh ishte Charles Crane, i cili, si këshilltar i presidentit Wilson, dha një ndihmesë të madhe edhe për çështjen shqiptare. Ne i detyrohemi atij më shumë se çdo personi tjetër të huaj, do të deklaronte Kristo Dako. Është më rëndësishme ta themi që në hapjen e shkollës së Vashave, ndikimin e vet e bëri edhe opinioni i krijuar për parimtar dhe intelektual perëndimor për shkak se Sevasti Qiriazi, Gjerasimi dhe mësuesit e tjerë të parë kishin kontaktet e tyre edhe me qarqe përparimtare evropiane, e sidomos me qarqet amerikane, me që Sevasti Qiriazi prej kohësh kishte krijuar kontakte me që ajo kishte kryer një shkollë amerikane në Stamboll. Charles Crane faktikisht ishte një pasanik shumë i madh nga Chicago, i cili e vuri të gjithë pasurinë e vet në dispozicion të asaj që ai besonte se ishte kauza e jetës tij, shërimi i njerëzve të shtypur nën perandori të mëdha. Charles Crane erdhi në Shqipëri, u lidh me Kristo Dakun, u lidh me motrat Qiriazi, kontriboi me fonde dhe me të gjitha mjetet që kishte ai dhe arriti që të ndihmonte në hapjen e shkollës së Kamzës. Ai kaloi nëpër Shqipëri dhe në vitin 1911 shkoi dhe vizitoi një amerikan tjetër i cili i ka kushtuar jetën Shqipërisë, dhe ky ishte Charles Telford Erickson. Charles Crane dhe Kristo Dako, pasi ndajtën me Ericksonin, e morën me vete dhe bën një udhëtim drejt Shkodrës. Pa përmendur të peripecitë që u ndodhen aty në rrugtimin për Shkodër, duhet na lëhem tek ai moment shumë i vështirë për Kristo Dakon, i cili u arrestua nga autoritetet turke dhe u mbajt 9 ditë në një paraburgim në Shkodër. Ishte ndërhyrja e Charles Crane, i cili nëpërmjet të konsullatës austriake, e cila në fakt përfaqësonte shtetasit amerikan në tokën shqiptare nën perandorin osmane, ai arriti ta çlironte nga burgu Kristo Dakun. Gazeta të përditshme, periodike, apo revista që botoheshin brenda dhe jashtë vendit, e drejtonin shkollën e Vashave dhe Institutin Femëror Qiriazi në Tiranë si ngjarjen më të rëndësishme kulturore nga periudha e rilindjes kombëtare deri në konsolidimin e shtetit shqiptar. Panar ndriçuesi i Shqipërisë e quajtën të huajt Fole kombëtare, e pagëzuan intelektualët shqiptar. Është për të theksuar se shkolla e Vashave e Sevasti Qiriazit u bë bazë për të hartuar tekste shkollore. U bë një qendër mendimi, një qendër emancipimi. Nuk që një shkollë thjesht për të mësuar shkrim e këndim çupave të Korçës, po edhe për të emancipuar mendimin, jo të atyre vetë, po mendimin e shoqërisë, mendimin e popullatës, mendimin e qytetarëve. Kjo është shumë e rëndësishme. Nganjëherë konsiderohet thjesht si një dukuri arsimore. Nuk është thjesht dukuri arsimore. Është dukuri mendimi, është dukuri progresi, është dukuri emancipimi. Epitete si Tempulli i Dijes apo Tempulli i Shenjtë, altar kombëtar i shqiptarizmës, ikona e arsimit kombëtar e të tjerë,
ishin vlerësimet e intelektualëve dhe pushtetarëve të kohës. Ahmet Zogu, Pandeli Evangeli, Fanoli, Luiq Gurakuqi, Aleksandr Gjuvani e shumë personalitetet të politikës, arsimit dhe kulturës e vlerësuan këtë institucion arsimor. Pavarësisht se shkolla mbjetoi rreth 22 vjet, ajo pothuajse nxori nga gjeri i saj mbi 1000 nxënëse, diplomoi një pjesë të mirë të elitës qytetare korçare, të cilat u kthehen pastaj vetë në manjete të civilizimit të qytetit. Motrat Qiriazi kanë spikatur edhe si pjesë e diasporës shqiptare të Amerikës. Pas një ndërprerje prej disa vitesh, Shkolla e Vajzave u rihap në Tiranë më 1922 si Instituti Femëror Qiriazi. Vitin 1922, motra Qiriazi kërkuan leje nga autoritetet shqiptare për të hapur Institutin e Vajzave këtu në qytetin e Tiranës, me një ambient privat. Por motra Qiriazi dhe familja e tyre, zoti Dako, në fakt kërkoi leje në atë kohë për të hapur një institucion me një godinë të vetën në Kodër Kamës, dhe ajo quhet Shkolla Dako. Dhe është një histori e shkëlqyer e arsimit shqiptar dhe praktikisht shkolla zhvilloi në 3 gjuhë. Zhvilloi sigurisht në gjuhën shqipe, në italisht, në frëngjisht dhe në anglisht. Vajzat që pranoheshin merrnin një kulturë shumë të gjerë dhe për kohën programi i tyre ishte shumë modern dhe ishte një program perëndimor. Dhe arsimi në atë kohë kishte nevoja të jashtëzakonshme për mësuese në qytetet ndryshme të vendit. Kanë kaluar 100 vjet nga hapja e shkollës apo institutit Qiriaz ose Qiriaz Dako në Tiranë. Një shkollë për vajza për edukimin e të rejave shqiptare. Ka në drejtim të saj 2 gratë, një familje me shumë emër patriotike shqiptare, familja Qiriazi. Hapja e kësaj shkolle do të jetë një ngjarje e shënuar për kryeqytetin ton dhe gjithashtu edhe për edukimin apo për shkollën shqiptare. Me kalimin e viteve do të bëhet një shkollë shumë e dashur, një shkollë e kërkuar po themi nga familjet shqiptare që do të vinë duke u shtuar numri e atyre që do të regjistrohen në këtë shkollë. Shkolla do të ketë mësuese amerikane, mësuese zvicerane, italiane, do të thotë ka një vim përvoja nga vende të përparuara. Shkolla e re në Kamës do të ngrihet në modelin e shkollave amerikane, ku dhe këto kishin studiuar, përveç se do të dalin arsimtarët e para, edukatorët e para të brezave që do të vinë. Emancipimi i gruas shqiptare nëpërmjet shkollimit është ajo që ishte idealja. Nëpërmjet shkollimit vjen emancipimi. Instituti Femëror Qiriaz vijoi punën normale vetëm një dekadë. Në vitin 1933, reforma Ivanaj mbylli të gjitha shkollat private dhe këtë fat e pati dhe shkolla Dako dhe sigurisht të gjithë nxënësit u shvendosën në shkollën e vajzave në Nëna Mbretëresh këtu në Tiranë. Sot e njëjta godinë është rikthyer pronarëvet dhe aty funksionon Kolegji Universitar Qiriazi. Mendoj se emri i motrave Qiriazi nuk do të shuhet kur nga kujtesa dhe nga historia e arsimit shqiptar dhe besoj se viti 2022 është një rast i mrekullueshëm për të kujtuar edhe një historinë e tyre të jashtëzakonshme gati më shumë se një shekullore dhe vazhdon akoma dhe në ditët tona. Në historiografinë tonë popullit shqiptar, vend të veçantë kanë familja Qiriazi, në veçanti motrat, edhe gjatë organizimit dhe mbajtjes së kongresit të alfabetit në Manastir 1908, edhe gjatë themelimit të shkollave të para shqipe, qofshin ato në trojet aktualisht që janë Republika e Maqedonisë së Veriut, qofshin ato në trojet të Republikës së Shqipërisë sot ku gjenden, kanë kontribut të veçantë në ndërtimin e sistemit të edukimit në gjuhën shqipe. Por për fat të keq, historiografia e ndarë në mësimet e historisë ka bërë që shumë pak të jetë e trajtuar çështja e kontributit të motrave Qiriazi në historiografinë tonë, në veçanti në ish Jugosllavi dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mirë po me fillimin e demokracisë edhe në viset tona, fillon që historiografia e duhur kohës së re të jep vëmendje të veçantë kontribuesve të ndryshëm
në historiografinë e së ndërtimit të gjuhës shqipe dhe së ndërtimit të alfabetit saj dhe në përgjithësi përdorimin e duhur të saj, edhe si qytetar, po edhe si institucione. Në institucionet përkatëse në Republikën e Maqedonisë së Veriut, me ndryshimet kushtetuese 2001 tek ndë, të vendosit sistemi i ri i përdorimit të gjuhëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut, në veçanti përdorimi i gjuhës shqipe, kështu që bëhet edhe institucionalizimi i përkatës i përdorimit të gjuhës shqipe në gjithë hapësirat ku ne punojmë, jetojmë dhe veprojmë si pjesë e kombit tonë. Angazhimi i familjes Qiriazit, gjithësisht motrave Qiriazi, në përhapjen e idejës për themelim të shkollave në gjuhën shqipe, pati reflektim të duhur në kontekst të gjithë hapësirës shqiptare. Roli i Sevasti Qiriazit, i Kristodakos nuk duhet ta harrojmë sepse është një prej 4 më të mëdhenjve të shqiptarëve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në historiografinë shqiptare janë bërë her pas here gabime. Identiteti i shqiptarëve në Shtetet e Bashkuara është Noli, pastaj u shtua dhe Konica, më pas u shtua dhe Kostë Çekresi. Kristodako është harruar. Janë 4 shqiptarët e mëdhenj të Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë përbërë identitetin asaj bashkësie dhe që kanë sjellë ndikim në botën shqiptare. Kontributit jashtëzakonshëm të familjes Qiriazit duhet i shtojmë edhe kontribut me Kristodakos, i cili ishte një nga intelektualet e shquar të kohës, njëkohësisht dhe bashkëshorti i Sevastit Qiriazit, i cili gjithë kontakte dhe potencialet e tij që kishte i shfrytëzoi në përparimin e shkollës së Vashave, të hapur nga Sevasti dhe Gjerasimi, dhe për masivizimin e kësaj shkolle me pretendim për dhënien e rezultateve pozitive në frymën e arsimit kombëtar. Shkolla e Vashave, Qiriazi, më vonë Instituti Qiriazi, është një nga gurët e rëndësishëm kilometrik në historinë e arsimit shqiptar. Fillesa e saj 130 vjet më parë në Korç, si shkolla e Vashave, dhe mëtej pastaj një zhvendosje e saj dhe një rihapje në Tiranë në vitin 1922, pra 100 vjet më parë, me një histori shumë interesante dhe një kontribut të çmuar në shkollimin, sidomos të vajzave në Shqipëri, u transformuan edhe në një kolegj e modelit thjesht amerikan. Në vitin 1933, me ligj të Parlamentit Shqiptar, arsimi u konsiderua e drejtë shtetërore. Gjatë viteve të sundimit komunist, korpusi kryesor i institutit u përdor fillimisht si shkollë oficerësh, e më pas shkollë partie, shkollë mesme bujqësore, derisa në godinën e tij u vendos Instituti i Lartë Bujqësor, duke i dhënë edhe emrin popullor Shkolla e Dakës. Sa po trokiti liria, në vitin 1992, Instituti Qirias do të shkëputej nga hipoteka e zaptuesve të sistemit monist. Aleksandër Dako, trashëgimtari i vetëm i mbetur gjallë i Kristodakos dhe Sevasti Qiriazit, Dako, rimori pronën e prindërve. Fatmirësisht, pas viteve 2000, rikthehet kolegji Qiriazi Dako në godinën që ka pasur kur u krijuar në 22-shin, rikthehet nga pnjollët e kësaj familje. Ky kolegj ka emër të madh, ka logon e një kolegji shumë të nderuar dhe i kontribon sot me dinjitet emancipimit dhe shkollimit të rinisë shqiptare. Ato vite 2006-2007 ishin jo të rralla kërkesat për shkollë të lartë, bënte përshtypje njëra quhej European, tjetra Albanian, gjithë me emrat huaj, dhe ishte një surprizë e këndshme kur u paraqit një kërkesë jo vetëm me emër shqiptar, jo vetëm me emrin e personaliteteve shqiptare si motra Qiriazi në emërtimin e vet, por edhe me një histori, në një farë mënyre, një histori 100 vjeçare. Nga kjo pikpamje ishte një kënaqësi kulturore, një kënaqësi shpirtërore, edhe vendimi që u marr për ta licencuar u krye konform rregullave dhe standardeve të kohës, dhe juroj Kolegjit Universitar Qiriazi suksese më të mira në ambicjet, synimet, objektivat që i ka vënë vetes. Robert Dako realizoi ëndrrën e gjyshërve të tij, duke themeluar në vitin 2006 Shkollën e Lartë Universitare jo publike Sevasti
dhe Parashqebi Qiriazi, me 2 fakultete dhe me 6 programe studimi. Unë jam shumë nderuar që jam pjesë e kësaj familje dhe jam munduar që mbas shumë kohe, një bllokimit total të kohës komunizmit, jam munduar që ta rivendos prap dinjitetin e këtij universiteti, duke hapur me shumë sakrificë dhe duke çuar përpara. Tashmë unë profesor Gjokull Dedajt, i cili me shumë dinjitet dhe ai po e çon përpara dhe me shumë vullnet dhe dashamirësi. Dhe universiteti ka marrë tamam një formë të jashtëzakonshme, klasike, e cila po shërben shumë për kualifikimin dhe formimin e studentave. Në vitin 2016, ky institucion u rihap me emërtimin e ri, Kolegji Universitar Qiriazi, si trashëgimtar i drejt për drejt i institutit me të njëjtin emër. Kjo u realizua nga profesor Gjokull Dedaj, duke e ridimensionuar këtë institucion në parametrat e ligjit të ri për arsimin e lartë. Në këtë 100 vjetor të shkollës Qiriazi dhe Institutit Qiriazi, unë i uroj kolegjit tani Universitar Qiriazi të ketë suksese në rrugën e tij të vështirë për të rritur cilësinë dhe për ta përshtatur ofertën akademike në mënyrë që ai të jetë një institucion i arsimit lartë i suksesshëm dhe me jetë të gjatë në sistemin ton të arsimit lartë në Shqipëri, po edhe përtej në rajon. Sot Universiteti Qiriazi ka 3 fakultete edhe një kolegj profesional të lartë me 13 programe studimi në 3 cikle. Përkushtimi dhe profesionalizmi i drejtuesve dhe stafit akademik kanë bërë të mundur që ky institucion i arsimit të lartë të kalojë me sukses 2 akreditime institucionale dhe të gjitha programeve të studimit. Kolegji Universitar Qiriazi ofron 13 programe studimi të ndara në 3 nivele sipas kornizës shqiptare të kualifikimit. 5 programe studimi janë në kornizën 5 të kualifikimit shkencor që i përkasin studimeve profesionale në fushën e teknologjisë ushqimore, në fushën e teknologjisë e informacionit, hoteleri turizëm, asistent ligjor dhe administrativ dhe kujdes social dhe shëndetësor. 5 programe studimi i përkasin kornizës 6 të kualifikimit shkencor, që janë studimet ciklit parë bachelor në menaxhim biznesi, financë, menaxhim hoteleri turizëm, informatikë ekonomike dhe biznesi dhe edukim fizik dhe sportet. Dhe 3 programe studimi që i përkasin kornizës 7 të kualifikimit ose cikli 2 i studimeve në master shkencor dhe konkretisht studimet e integruara në drejtësi, master shkencor në drejtësi. Universiteti ynë ka një staf të kualifikuar me grada dhe tituj të fituara brenda dhe jashtë vendit. Universiteti Qiriazi bashkëpunon me institucione homologe brenda dhe jashtë vendit. Gjithashtu, ky universitet ju afron mundësi të shumta punësimi studentëve që përfundojnë studimet sipas programit të studimit, fal marrëveshjeve që ne kemi nënshkruar me biznese, organizata dhe institucione në fusha të ndryshme ku ne ofrojmë programet e studimit. Theksojmë se numri i studentëve në universitetin ton është në rritje vit pas viti, fal investimeve të kryera për përmirësimin e cilësisë në programet e studimit që ne ofrojmë. Fole grishëse. Do të quajmë sot ambientin e Universitetit Qiriazi. Vetë organizimet e shumta të studentëve me Klubin Letrar Qiriazi, Forumin Ekonomik Studentor, Klubin e Juristëve të Rinj, miqtë e sportit e të tjerë, me aktivitetet e shumta kulturore artistike, si dhe një biblioteke pasur shkencore, janë bërë pjesë e pandar e jetës studentore. Universiteti Qiriazi ka privilegjin dhe përgjithësinë që identifikohet me të njëjtin logo me një histori shekullore. Jemi i vetmi institucion i arsimit lartë në Shqipëri me një vazhdimsi historike e ndërtuar mbi themelet e një trashëgimie tonën, e cila daton në vitin 1922 me hapjen e Institutit Femëror Qiriazi nga motra Qiriazi dhe Kristo Dako, të cilët janë edhe aureola jonë dhe që kanë lënë gjurmë të thedha në historiografin
shqiptare, sidomos në sistemin e arsimit shqiptar. Ky vit shënon një përvjetor të rëndësishëm të rrugtimit suksesshëm të universitetit tonë. E kemi pagzuar përvjetori art, sepse mbosha që mban Qiriazi mbi supe e glorifikon atë dhe e vën në pararoj të universiteteve shqiptare. Për drejtuesit, senatin, bordin e administrimit, stafin akademik dhe ndihmës, ka qenë një vit intensiv për të dimensionuar dhe për t'i dhënë vlera këtij institucioni të arsimit lartë. Falë punës angazhimeve janë krijuar një infrastrukturë bashkohore me kabinete dhe laboratore moderne të krahasuar me universitetet brenda dhe jashtë vendit. Universiteti Qiriazi funksionon si një qendër e rëndësishme studimi, kërkimi dhe të transferimit të njohurive për të përgatitur të diplomuar me kualitete të larta, të aftë për të konkuruar në tregjet e punës intelektuale brenda dhe jashtë vendit. Në vazhdim të traditës që mbart, stafi akademik i Universitetit Qiriazi është i fokusuar në cilësinë akademike, në ndërkombëtarizimin e këtij institucioni të arsimit lartë dhe njëkohësisht të studentëve që diplomohen në këtë universitet.